Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: me të vërtet, ai që nuk ruhet nga ajo drejt së cilës po shkon, nuk përgatit për veten e tij atë që do ta mbrojë. Kjo thënie e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, flet për vetdijen ndaj fundit të jetës dhe përgatitjen për jetën tjetër. Njeriu që nuk mendon se ku do të përfundojë, nuk mendon se do të dalë para Allahut, do të jap llogari për veprat e tij dhe do të përballet me pasojat e tyre, ai nuk përgatit për veten e tij vepra që ta mbrojnë dhe ta shpëtojnë. Me këtë thënie, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson se kujtimi i vdekjes dhe jetës tjetër e zgjon njeriu. Frika vetëdijshme nga përfundimi i keq e shtyn njeriu drejt pendimit dhe veprave të mira, dhe ai që jeton pa menduar për fundin shpesh neglizon përgatitjen shpirtërore. Gjithashtu, nga kjo thënie e Imam Aliut a.s. mësojmë se ato që e mbrojnë dhe e shpëtojnë njeriu në jetën tjetër janë besimi, veprat e mira, devotshmëria, pendimi, drejtësia dhe bindja ndaj Allahut të madhëruar.